Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni, ndodhemi sot në fshatin Shol të Lipjonit. Fillimisht ju lem me pak pamje nga ky fshat, me pastaj takohem në pjesën e komentimit. Rrini me ne. Pra sot do ta pasërojmë fshatin Shol. Vlen të ceket se fshati e ka një shtrirje bukur të madhe, pra si fshat është shumë i madh, përveç kësaj pozitin e ka shumë të mirë gjeografike. I tërë fshati është i rrafsht. Nga je çka unë po shoh, ka shumë shtëpi, lëvizje nuk është që ka dhe shumë, po as pata jo, mbetet me u po kjo për gjatë ditës së sotme, se sot do të takojmë banor. Të e marrë parasysh se është edhe Ramazan, gjendja është qetë, por ne gjithsesi do provojmë me taku banor sa më shumë, në mënyrë që me u njoftë me këtë fshat, me që kemi marrë shumë ftesa me ardhë në fshatin Shol. Ftesa më së shumë të kohëve të fundit që po marrëm janë nga komuna e Lipjonit. Faleminderit dhe ne, gjithsesi që nuk po hezitojmë me ardhë. Shifeni sa shtëpitë e bukura tjetra çka është ta tërhoq synin është pastërtia rrugëve, pra fshati e ka një pastërti të dukshme, e çto e pas kanë gjujt Smokov. S'ka dert për një, por që është pastër, e pas kanë. A një lodh? Si jeni? A bisedojmë veç pak 1-2 minuta? Po që unë qka të pyti, ju më përgjigjni. Qa po punën e aty? Kanalizim, pse a keni probleme, a? Jo, që ke probleme, po... Do diçka ma shumë, a? Vece me marru e me lidhë, sene, hani mirë, të shenë. A i një lodhë, qësh më kaloni? Mirë, ratë, shnesh. Fshati Shol. Shol. Si është si fshat? Vëllaj, si fshat, bili s'ka kënejna heq. Krejt Cerralejeve se të në Skenderajs, besoj që unë fshat ma i bukur. Fshat ma të bukur? E ma i mirë, është me tanat ma përpara se fshatat tjera. A ka diçka që mungon në fshat? Dhe më kanë kom. Munges ka gjithë qka lirë, fade. Nas jemi të knoqëm kur. Po, se... Zhyt nas s'ka problem. Po, si fshat është i mirë, i ka tanat, me obolont, me kanalizim, shkolla 2 të mesmen fillore. Po, dhe të mesmen e keni këto, a? Klas 9. Dhe po është qirë dhe na, kishte edhe Po, qirë. qirë, krejt janë ma asfalt, krejt rrugisat gote janë pak kanë me shumë. Qka ju dallon juve si fshat nga fshatrat e tjera të kësaj komune? A ka diçka që ju dallon se the ma i miri? Ma i miri, që thamë është jem ma përpara dhe si jem të mbyllë për shambull, ma të lirë jem si fshat më ati do sane shka e në bolë fshaturin për shambull se në bolë halos s'ki as kërkon. Si për shambull qka? Po si femnat për shambull po lujnë pak ma shumë, tanat janë. Jeni ma demokrat. Ma demokrat, që ato është problemi. Shumë, po Janë ma të lirë, qysh me thonë si femnat, si... Keni jetë me kuhen ma herët. Ma përpara, ti shyrë në për fshatrat tjera, po sukur këtë që janë ma të lirë gjinja s'ka kërkon. Para kamerës kështu a dalin mi taku? Qonë se më dalë kur, po... Me u po, po, kësha fjallin për femna. A thua, hezitojnë me dalë para kamerës? Me zatet në një, po, me sigurisht tash shkollës nuk kanë problem, shumë
Qështu, ty vetë. Tash me ju pyet, fshati nëse dini me më tregu sa banor janë momentalisht që banojnë, që janë rezident. Allah, këtu si fshat, gati ka 1000 shtëpi. 1000 shtëpi, po që ndalë jashtë, është 600 që banojnë me siguri. Janë Veç këtu. ofër 1000 e kop banor që jeni, veç ma shumë po dihet. Po. Përse sa antër të familjes janë. Po. Edhe pjesa e rinis, mungën, apo Unë ka kanë mo valla rini? shumë krejt, pasha zudën për rinis, apo shekon se gjonë janë në rrugë, veç që ta shka në shkollat mesma. Krejt kanë dalë jashtë. Fshati ka që madhë, unë e thash, andoshta që është koha Ramazanit, apo është gjithë kështu qetë? Po, është edhe kuha Ramazanit edhe pika parë që ta shka punojnë në Kosovë, janë shku herat krejt që punojnë, adi? Edhe ditën ma pak ka levizje. Edhe i tritje ndalë krejt jashtë. Cila ka qenë arsyeja se e kam braktisë fshatin? Po arsyeja pa punësimi. Normal, s'kia sugure, mas kushon për shamët. Shkoki, qas rrugat të dëpta. S'ki ti 400-500 euro së një del. Vish me kon vetë, për shamët, se lema me kon... Jo dhe, se me kon 4 antarë të... apeshe krejt kanë hypë. Qmimet në olta, e qështu. Jetë e vështirë ka ardhë bëllë. Jetë për të gjithë. Pa punu krejt për shamëll, s'ki, së një del. Edhe ato me bo një jetë normale, Normale. veç sa mungi bëk mirë. Që tu për shamëll, Që ke punë? ti hanë 100 euro për shamëll, do të ceva do ku zhon Nësë asaj gjysmën e punës vetë po e Vetë, bënë, se me krejt e mor bën. dikën, në Ja. 100 s'vjen. Ja, 50 euro ditën vjen një punëtor për shamëll i thjeshtë. E tash isha duke ju pyet brenda fshatit, a ka prej familjeve që kanë ndonjë biznes që mirën me diçka ose Po kanë fermer apo firma ma pak një është nalt atje të xhamia ku çkesh përpjet, unë firmë e lëve që moj. E kështu janë dyre dritare marojnë po të bazinti atje. Janë gati krejt, një të kartë postonshtë, po jo shumë. Që shumë fshati ma, s'ka biznite të moja. pas ma shumë. Po, normal, se më të janë dalë jashtë për shembull, kanë pas mundësi, po A njini me zveti me gjithë? Po. U martua mundeni me dosht? Nuk mund. Ja, se Një jem, gjak, si jem, që shme thonë një gjak, po Shaj respekt, ja? më të janë të ardhën krejt, për shembull, e respektojmë, që te vënd si na martu as me bajin, që kemi rës, këtu si na martu, për shembull, shka na konë në bëjamën shola, se na shola jem krejt, po kështu emnin si cile ka do të babës, babgjyshit, si na martu as me sarnë këfës, niku. Tash po. Tash po, me bajinës me kemi rëfës që kënejna arrejthit, anë fshat halas, mirë A është. ka fshatin ndë një histori apo diçka që ja vlen kështu me cikë përveç? Allah, historia ka plët, po Kam janisë. kam janë se si fshat është historia tash e Rambujës që këtu delegacioni që ka shku për në Rambuj, të xhamia është që të aja shtëpia, e pjatushit i ndalë, e në shku në Rambuj në atë kuhën, 98 do, 99, 8 qështu të qysh. Indrum, unë ju falendrej shumë për kuhen, punë të mbarë. Falenderit. Janë zira pak po shema. Shpëtram jam, son problem, a dhe? Bash. Sosh problem, po. Faleminderit shumë. Unë të ndzuna rrugën, si jeni, qa me thonë, qësh po kalon? Hani mirë, hani shnash. Qësh po kalon në fshatin shol? Krejt, rahat. Qëfar jeti po bohet? Po nam, pa bohet. Qa ju dallon juve prej fshatrave të tjera, se më thatë që është fshati ma i mirë? Allah, na fshatin. Mirë është në rusën rrëvim. Jo, nuk ju morë mja undru. Se këtë programu në për cilë i fartë, Faleminderit. dërën ha? Qështë është me po. Pyqet veç po i deshe pak a shumë. Allah, pak e shumë se s'kim fartë në arha shkollë shumë. S'ka lidhje, unë veç po ju pyti për jetën, që fillon një ditë brenda fshatit? Mirë është. Apo në një ditë me qka mirëni? Unë ponu ma herë, ta është ma ju. Ka pak. Ta shka shpia? Ta është i gaburë, qështë të sanë, Shumë këshyri. mirë, shtëpiti pasit se cili ma të bukur se tjetri. Kush kujdeset për fshatin, apo ju vetë banurt, kështu jeni të kujdesshëm? Ja,
Kjo komuna që e merr këtë bëllugin, e merr, Vetë se në rrugë nuk hedhin mbeturin. Ja, kështu jo, po unë që të pastraj qështu, për shembull, çdo të premten, se unë vjen marrë bëllugin, e pastaj e kusiti që të. Se cili do të thonë pjesën e vet. Shotin ju. Cilat janë shtëpitë juve? Se hajde këtëri, hajde. Sa në kam qenë se ato gratë një Unë e kom po në para bura, i viste shkollë këj, i kom po në ju. Shtehine për oporën. Ja, në bërë halo, që i këna ti të dyër, i më shilëm në unë tënë, kjo është e trina ju. Që shtëpi bukra, të kujna jetë? Ta tjenë skaj të një janë, një vlau që atjenë Gjermani, këta janë Suedi. Regun që këtë femnat punojnë shumë. Ku punën shoqja? Punën për njëm Lipjan. Shumë. Për njëm Lipjan e atë. Po, e di, saktë. Shumë bukur, o burrët bukur. Këtë një gjallorë dhe krejt, katra që ne, katra që të tjetë, vesh... E kështë është ta je? Qika është, një qikë dvugëll, është e prezerën është e shkumë. Po. Dhe me thonë, na që të familje, na, vesh 2 familje bënojmë, që atë këtë thotë. Thotë këtë me kërë, që kjo të dyja thotë. Aja thotë, kjo thotë. Vesh një djoli mi gjithë atje, dhe kjo në Gjermani thotë. Vesh një djoli mi gjithë të, kjo në Itali, dhe kjo thotë. Shumë bukur. Qa kishë të ndryshu brenda fshatit, diçka që nuk i përqenë? Unë diçka me ndryshu, mirë është. Mirë, gjithçka është në rregull, a? Diçka ja, pra. I kam dhe këta e përmenduri atje, që kjo e so pëpeja. Ata, që kanë qitë betonin e kanë lau, që kanë bon, të kanë bon. Që ashtë, E tha që me krejtori në ujësjel... Rameti e ka qitë asfaltin e ka qitë. Aja mbet është në beton, 2 flamure e kanë qitë. Mirë bë, që ta flamura. Porat i kanë marë, aty për shame me shku të nalë, aty si, pas pashijet për qëtushit. Po. Ja, një edhe ma hetë se shësën e shkërt. Aty në cakak në shtashijet. Po. E tha që me ujë sjellës nuk i keni punë të mirë. Ja, sjellës, hetë ka një sjellës. Po, rrjeti kanalizimit? Kanalizimit është mirë. Është në rregull, nuk keni probleme. Te aty, Super. te aty, te push. Po energjia elektrike, keni reduktim? Vitria ka katastrofë. Po, bre. Ta në unë, se i kom po një misjanë, që kanë një kasaj, një kamilësheva, se di, a konë, Të merë, kom. 2 ofra pora, 2 o mbas, të merë a konë, e shtenëm. Me qira, me agregatë. Ja, unë ashtu kështu se këmë mojtë, se ashtu e përvjetuar në unë se këmë pas, me 31-shin, 2024. Faleminderit juve. Çdo të mirë. Ja jemi me Ramazan, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Masi na lute për me pi diçka, është njëjtë si me... E, mos më kallëzo ti ka me shkune. Unë e shkoj ka du. Mire kam. Unë krejtë Kosovën, për e shëtitit, ti vjenë më kallëzën këtë ka me shku. Që shtë të me nejtë. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Animasin për cellë, pse nuk vini i qikë me bisedu me mu? Ha? Me juve kom fol. Me këtë qunin. Me këtë qunin e ri. Kush është këtë qunin, djali ta? Nip. Ju përshëndes. Gjithashtë. Hajde me që mi po vazhdojmë shefenin sa shtëpit e bukura që ka në fshat. Kjo pjesa për balmeje është kodrinë romalore, pra fshati mundemi me thonë se është kodrinë romalore. Një shtëpi tjetër ndërte me sipër, se cilë shtëpinë ma të bukur se tjetëri, jo lumt. Me orë në Lipjan, mos me pa shtëpit e bukura, është e pa mundur. A i një lodhë bre? E, dhone ka pak. Si jeni? Qysh? Hajde, vish kush po fol 2 minuta, nuk ju marrë ku ma shumë. Vetëm 2 minuta. Po pse po që është një djemë, si jeni? A i një lodhë Dorontina. Si jeni? Mirë. Rahat Qysh nësi. po kaloni? Mirë që të pështim. Jo rahat, kështë nës. Mirë se erë në shalë. Mirë si ju gjete më shkënatësi. Në se cilin fshat të Lipjanit është shkënatësi me orë. Njerëzit janë shumë të mirë, shumë të respektum. Ju lumë.
ndoni, ja? Qysh po kaloni, qysh po jetoni në këtë fshat, qa po punoni, qa po boni? Qa pa mujna me... Shka po na del për para? Qa del për para? Kujt po Mirës, janë ndërtoni një... Kje... Zoprenor i ri. Edhe ju jeni firmë? Po. Me vllavin atje punojnë ana. A, po ve fazon, Po. shumë bukur, shtëpinë e paske. Po. Shumë e lezetshme. Mirë dhe nash rahat. Me u lodhi, që të punu ka pak. Apjo Apo na- presin gjinja mirë. Shumë mirë, deri tash perfekt. Anë mirë shumë. Me ju pyet kështu nëse dini me më tregu sa është numri i banorëve momentalisht brenda fshatit, për afërsisht nëse dini. Po shtëpia dikon janë 1600, Po, ashtu më thanë. 700 po që ato dikon pare. Po. Njeni me gjithë banorët e fshatit? Okej. Po shumica po dalin një po shkosov, janë një pjanë atje. Transferë shtu. Ama shumë po. Ja, Ama shumë ko brenda fshatit apo mërgot? Ja, da, mërgote, jem Lipjan që unë në Fushë Kosovë që 10 vjetë atje banoj. E ta shtepin dhe më këthy këtu, a? Moj me të më këthy të ashte. A, dhe më këthy. Po, që 10 vite jam Fushë Kosovë atje. Vallaj, gjina, ma shumë aj mirë o kjo vend se Fushë Kosova. Po, shkëtëm për pak e metëm. Ja, dhe një pytje, edhe një pytje. S'kam baktë në menaj se s'kuja dhe vllavi. Ma bën halal. Jeni të punu me Me vllavi. vllon, ditën tjetër se më të i po 3-4 punëtor. Qëto, djemë të tina qështu. Është firmja juve? Po. Sa është stafi, a veç me vllon e ki bashkë? Ja 5 vejt, 6. 5. Cili është ma punëtori? Që kjo unë shkërësuri që i vllavi, ajo në djali tina, këta ki... Qirën e ronë kjo shaja, e kum po prej makines. Zemën e këtë mi, po qirë më që kështu, Qirën e qirën, kjo shumë zemën tronë. këshirë, ja. Ja jemi me Ramazan, zot ju dhosh A, për i recetë. shala zut, ja ba ka bërë, qa me Nëse bërë. faleminderit. Nëse dini me më treguar diçka për fshatin, ndaj veçori, histori, diçka që ju Histori, karakterizon si fshat Bravo. ose që ju dallon prej fshatrave të tjera. Pa kena vakt na, në tejt pa dhëtë me punu, tejt me qumë janë njës, tejt gjash. Masi ti përfundoj xhirimet vi ju ndihmoj. Veç aji mirë se vjetë, në nuk lona me hypnan, të rri për pushtë. Ja po se mirën met, edhe që shëm pas syfër sot. Mirë që të mirën me pas, se mës me pas së mirën e. Jes mirë nuk livrit e net. Ka lufshi mirë. Ja ish mos e ak dorëzën, Ja, nuk është problem. Faleminderit, Ka respekt. lufshi mirë. Punë të mbar. Me pronorin po bisedojmë edhe pak. Isha duke ju pyet, e njihni me gjithë banorët e fshatit? Po, këto janë kejti në fes. Po. Çka ju shtyu me ndru mendjen me u kthy në vendlindje pas vendlindje pas 10 viteve? Ju më shku veç hajt, për një këtë shkurt. Po hajt tani, Hajt dita tani, ditës. fëmija në shkollë, puna nga ato. Edhe kështu që tash janë rritë fëmija, moj me tash më këthy. Po. Me Tash afër këto. me që janë rrit fëmija e kanë problem me ndru Jo, mënyrën e fëmija, jo, jetesës. nuk e fëmija si korone. Këto kanë qef me ardhë. Edhe këtë ka po besoj Po, fëmijë është më ojë shatar. pastër, është tanë atë mirat i ka shati me gjithat. Sen si mungon hiq. Kishte shkollën fillore, të mesmen, mesme, në Qerdhe, në qendrën e Plus në shish i rambojes, to. Po. Mirë është, s'ka, sa këti ka, Sa ka punu komuna për fshat, ose kur i një ndërtu kështu të s'fundi? prerë mas luftës, se ja Minherë ka mas- njës minherë mas luftës, ja ka njës me ndërtu, gjitha konë shtu. Me ndrejqeme, pi mas luftës, gjitha sen është në regullë. Edhe shtyllat elektrike i paske të reja, se i këshyrën e këtu shumë. Gjitha sen është, pas tërti është. Po. Qa me ndonë, a do të kthehen një dit ata cilë të kam braktis Po fshatën? qëshja, A ka prej atyne që jenë këthy? po qëshja, ka. E kam fjallin pjesa mërgotës, se ju veç... Po, dikush këtheje, dikush jo. Po këta qka janë shamoll në Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, ta shpeshojnë, se apo shumë guzhëm. E vërtet. E tani, që unë jam Fushë Kosovë, ati e moq... Si në Fushë Kosovë, në është, edhe ti Po, shështë, po. Po qysh nuk e di, kur po bëhet gati shtëpia? Kur po Për planifikon? shpi tregajën, e. Thirë i këtë hinjone këta. Me po për hajra me naj bëmbënjera, jo për Kisme. afërsisht nëse e Po moj me dikon ka qeshori kërriki që atëherë. po, ta më në dhe Sa edhe përfundon. më në altë e kom kry me gramika, ta dhe që dhe poshtë, me mush mobilesh. Do me dhorë për qefi, Po. e gëzofshët. Falemderit për juve, Ishte shumë mirë. kalani mirë, vje mirë. Gjithashtu, mirë pofshim, çdo të mirë.
Këtë pra përfundon kjo rrugica. Nuk kemi kujdes. Po vazhdojmë kështu drejt, edhe po e ndrojmë rrugicën. Përshëndetje! Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Ajni mirë? Ajni lodh? Çka po punoni? Këtë njerëz punëtor, si je? Ajni mirë. Nona. Nona po. Përshëndetje. Si je? Mirë që shjete, Ajni lodh. tana ka pak jo. Ajni mirë, krejt rahat, Krejt mirë. sheqer për Jo, zëjt. me shëndet? Mirë, Apo për ma. lodhni? Vallohi, ka pak që shto, ka pak na plesht. Plesht nuk lëvën. Po, si je? s'po Ajni mirë. Jo? Që shpo kaloni? Mirë shumë, E dalë me ndihmu djallit, a veç me këqyr? veç me këqyr. Veç me këqyr djallit. Veç me këqyr dje. Po, veç me pasi të pranë. Te 10 vjetë, ka minimum në maqtin. Mashallah, ja jep na po bëjmë hajgorë se ta mam pedi, ja, pedi. pedi. Puna me ndihmu. Që shpo kaloni? Ty be mirë. A mos jeni me Ramazan? Po, unë e ju. Po, jeta Unë është për së vetë, unë për veti me kjo kra nuk mojnë. Ja, po, ju keni agjeru, po besoj mjaft. Kur ball nuk ka. Kur ball nuk ka, po që tash Aha. s'pa mund më tepër. Shka me bo? Po jeton me djallin, a? Ku me djollë. Me këtë tjetrin, po Me qëtën, po këtu keqër, a i Sa molli, jemi ki? kotër. Mashallah. A i molli që aty, dvëglin që të, këtu një kima përshit kotrit mirë janë. Edhe të katërt janë në Kosovë, a? Ja. A ka lona një jashtë? Treja në kon jashtë, Aha. që dvëglin që to, A nuk e le që ta me shkua? ju dështa me la. Se Mirja për ke kotër me met me asë një qysh. Po, vëlla, për qa ke hekti? E për shaku mjek, tash që pa du me pas një ngatë. A që shtë? Ja, po vëllojnë. Po, A që? pritaj djali me nejtë këtë në Heq asë Kosovë? një try. Me nonën e vetë se me Ja për to. bjen zoti dhe ma mirë me nejtë me nonën. Ko shë këqyrë nonën a kanë thonë bobën shumë mirë punë janë. Po, vëlla. E, Edhe ma mirë ta bje zoti. Ja që shë, shumë karo keqa si të mu, Ja, ta vish më ma puna. mirë, Shka me po, qështu? ma nga familja në gjithmonë ma mirë. Se me shku larga ti me mollë tyve sene, me mollë thmive, krejve, kështu ma mirë që të është adin shumë ven, jetu ma mirë. Edhe në vend tonin, vish me zdesh me punu se kisë së dushtë ashtë. Se na mirë ma me kubza betonit, shtrujmë. Pasi punën e Po, mirë. po tash i në rojë se që të dhe maru ke vlavin i farmuri, këto si bloka dekorus. E tham të shtimi dë ceva, dë sene bili t'i kryna dë punë, dhe së janë këta këto. Shumë mirë. E që shtu mirë, kë katuni jo maj mirë nuk o heq. Se na jemi një Që po më fes. thunë, që po një qëtë në mes? Na jemi një fes. Aha. Shaljan krejt. Edhe këtu pe sheshti të të na janë njësë për ambuje. Ushtë i një oftë këtë për shdo sen. Uj kemi së dush, me Po ju më bujësi. thanë që s'ka, Ja, me po ujësjel që- s'kam probleme. Po që tash me probleme me ujësjel si i kërë shpërthuj të punu, i kërë shpërthuj ujësjel si në sene, tash në ka nëlla, mo komuna ka thonë dhe besoj si ko me në reqë. Kështu me bënona me sene kemi ujë bëllë, edhe ujësjel si në këna posë, po të punu të është e kënë prish. Jo, i keni hapë këto kanale për Tu kanone do gypa kena mishtimin gjitë këtu qyngav të kulmav, shka janë, e me lidhë që tu e kemi këta ujtë, se neve pejmë bje shka tje na vje, një farë vije këne na ujtë, po e kemi këtë në gypa, e dhe latin nuk kresore. Se sa keni fillu me këto punime? Vallohi pe djehet ja kemi nisë, se na jemi këtë zonë për Kucka, të i qëta është. Ta është i thamë sot i krymë sa pet jemi nesër në Kucka. Me shtu kuzat betonit, Ka me po ju qitu bjen, familje. ka po ju bjen mas shumë ti me Po e punën e vallohi ju. ka mos, që di na konë bojt ma lishevës. Vojt ma lishes. Po, ju na ko. Po ne jem konë të premten. Bashkë e rejth ishtu i malishevës, Po. pasunika ishin, qëfar shpia ishin, për maraj zotit. Po dhe këtu të na nuk u keq. Ja, Ja, këto këto- shtëpi se cili ma të bukur Po se tash tjetër. këtu gjdo dy të shpi, këtë janë jashtë, adin. Bëlljen dola, molla, bëlljen amita. Se me doljen dol, valla. Po e vallaj, pa dolin, pa thojnë si s'ka punë, po punë së dush. Ajni mirë, ajni lodhë, është e pa mundur në Lipjan mos me undal në moment se ti përshëndeti. Po që do të më nëllë. Ju lumt, ju lumt. Faleminderit Jeni me shumë. të vërtet shumë të respektum. Çish po kaloni në fshatin shal? Mirë, ty be mirë, super. Çka ju karakterizon, çka ju veçon juve? Veç po largo mos po vjen naj makinë çtë. Valloj, gjithçka u mirë këtu. Më than krejt në fillim se është fshati më i mirë. Ku mund Lipjonit të jesë Komunë të Lipjonit. Eh. Ja keni kalu dhe gadime sa?
Ato operina. Atë ofër. Ato operina. Po, çfarë jete po bëhet? Çfarë po punoni? Çfarë po gjallënoni? Mirë, tanat ka pas, tanat senet në për punë, për ke ka pak tanat. Ne për puna, e keni fjalën brenda fshatit apo jashtë fshatit, në qytet, në Lipjan? Ka pak ma shumë të jashtë fshatit. Për shembull, tokën e keni shumë të përshtatshme për bujqësi. Sa po punohet? Sa e keni lënë? Ta është ma onash? pak, valla, a ma herët ka punu ma mirë tash ju, se tash edhe fshati e kanë lëshu të rritë, pa hejcin çdo ditë e ma shumë. Mosha shtyme nuk mundet me bë matë punë. Ja, ju, ata mo. Po. Mbështetja e dur ndoshta nuk ka qenë. Për atë arsye mundet me konë edhe kjo pjesa që është lënë toka? Mundet me kohë edhe kjo, po edhe pak tash ti me doli jashtë fshatit, pa kanë perspektivë pak ma shumë, edhe senet pa janë pak ma të mira. Tani për çata edhe pelshujnë këtu, tani pa shkojnë. Përveç punimit të tokave me dash me punu në fshat, për çka mundi me u marr tjetër? Ka këtë punë për me bu punë kosa dush, po të rritë nuk pa dujnë shkurt me nejtë. Pak që ish me dalë. Ka mbet rini? Shumë pak. Ka pak, se më herët këtu ka posë shumë 2 shkolla që i kina 2 janë komplet. Ta shtoj se shkollën fillurat mes me mi bu bashkë, nuk e dija i mushin gjysën gjysë. Ja gjysën, se jo vetë gjysën. Kanë me u këthy një ditë, qa me ndonë? Valla, aj që u shku su këtu i mo. Ta shte, nuk e di. Po, veç se po mendoj që pjesa ma e madhe është e mërgatës, se që jeni brenda fshatit. Shumë ko, shumë janë doli. Po havi dikon për 2005 se kënina çdo ditë që thuja se që shkuj. Mërgata ju kanë ndihmu diçka rreth fshatit? Mas me ku, ata na shka me bo. Ata janë kryesore. Ata krit të thotë çka po shohëm janë kontribus më të mëdhenj. Normal. Se përveç shtëpive ty në po të na, po çdo kënd për shembull pa ku mërgota s'mon ban kur gjë. Kjo është shumë e vërtet. Po e kisha fjalën ndonjë investim që na mundemi me pa përveç shtëpive, po dihet. Investimi atë për tu që kësë emblemin atje nga që kina ale ende është për më ndërtua sipër. Po ta shtu me pak si në gjysë, tash nuk e Por di. që të hollat janë nga pjesa mërgatës. Mërgotës edhe fshatit. Edhe fshati. Po. Keni mirëmbajtës se fshati ka një pastërti, përshëndetje. Shumë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, ju? Mbat qefi, me të mira. Edhe ju, fshati e ka mirëmbajtësin apo ju banorët vetë kujdesni kështë për pastrimin e rrugëve? Vjen pastrimi Një njoftë, kështë që vjen e merë... shtune, po e merë Por që dritë shtunën të ishtë stërmbush, po ju jeni meritort që e mboni. Jasë shpia kështë në kisisin, ati i bojnë mërë, po ku dje dita e shtunë tani i qisin, i qisin para shpisë. Ashtë po, por që një javë është e madhe, kësh mujtë të fshati me u bo, me u stërmbush. I ju lumë. Faleminderit shumë për kohën, po ju përshëndes. Shumë faleminderit edhe për juve, shumë faleminderit. Miru pofshim, faleminderit. Po sa njerëz të mirë që janë. Gjallni, në Lipjan, në punëtor, gjallni ka, ka Ramazan, s'ka Ramazan, këta i gjonë të punu, ju lumt. Më pëlqen se janë shumë ashtu modern, edhe me të vërtet kjo është shumë të drejt, banori i parë me cilin bisedum që tha kemi icë me kohën. Është shumë e vërtet që kanë icë me kohën. E në atë pjesën atje, ndot me cekë se fshati është bukur i shpërndom, kështu që po mundohemi me përthëku sa të mundemi, edhe... që ndalim. Përshëndetje! Si jeni, ajni mirë, ajni lodhë? Po që po afronë, si jeni, ajni mirë, si jeni, ajni mirë. Që shpo kaloni? Mirë, faleminderit. Banor të fshatit? Banor, Edhe, a? Po, banor i fshatit tu. Banoni këtu, jetoni këtu? Na jetojmë këtu, jemi mësimdhënës dytë, kjo është Artuni, Arton Hasoni, edhe kjo është profesor, edhe unë jam profesor i biologjisë dhe i kimisë. Ne që jeni profesor, tash po du më një pyet sakt për numrin e nxënësave brenda shkollës. Po. Sa është? Numri i nxënësave brenda shkollës për momentin është 300 nxënësa. 300 nxënësa, dhe më thonë 290, 300 që aty varjon. Afër 300. Edhe kështu që me bën një farë analize para shumë vite, kjo shkolla jonë i ka pasur 700 nxënësa. 700 deri në 800, se ti ka për gjysmë e ma tepër ma pak në doktuar. Kur ka rënë kështu numri dukshëm, po,
Po mundemi, Hajt, po, ju presëm. Po e vazhdojmë pjesën e intervistës, në mënyrë që mos me i pengu makinat, po që janë në lëvizje, isha duke ju pyeti ndërum kur e keni vrejtë numrin dukshëm që ka rënë kështu në shkollë. Fatkeqësisht kjo dukuri është shfaq mbas luftës çlimtarëve të Kosovës, domethënë viteve të 99-ta, edhe kështu që është një brengë edhe për mësimdhënësit, se për arsye se edhe qytetarët tonë po e lëshojnë domethënë vendin, këtë vend shumë të bukur. Bylem Shala është ndër fshatrat më të bukura, mendoj, në territorin e Drenicës, po edhe më gjerë, për arsye se rrethojnë edhe malet, bjeshket e larta, ne e kemi Blinajën ne e kemi, fusha është pjellore është misri, domethënë, ka sukses patatja, fasulja, gjitha domethënë ato prodhimet bujqësore. Toka pjellore, por sa po e shfrytëzoni? Tokën pjellore Apo punohet? Nuk po punohet se duhet. Nuk po punohet për arsye se thash janë shpërngul edhe popullata, edhe trit, edhe diaspora, besa. Madje pe vrem edhe një numër të madh të reduktimit të nxënësve. Ktu për shembull, gjithmonë këtë fshat ka pas 2 paralele klasë të para, po supozojmë të jenë 50 nxënës, 60. Si vjet është reduktuar numri, është vetëm një paralele. Është një paralele, me numër të pak. Me numër të pak, 20 dhe 25. Më kujtohet mu fare mirë se unë në këtë shkollë punoj që 23 vite. Si vjetë ka me dalë në majnë në pension. Dhe me tha, 3 klasë të para gjithmonë janë formua se 2. Edhe me numër në zonë sa... 30 shkoj ke? 37. Një mësës i Shefki Kadriu, dhe veç ka dalë në pension, gjithmonë ai kur në 37 nuk ka pas, ose Remzije Drenica. Në veçaj këta dy si ma karakteristikë që më kujtuhen për momentin, kanë pas shumë në zonë sa. Po tashti për shembull është reduktuar se edhe qytetërinjët domethënë po mërgojnë, mërgata domethënë po mërgim atje po punojnë, po gjejnë kushte më të mira. Edhe një dukuri shqetësuese, por ç'a mendoni në një të ardhme të afërt kështu, a kanë me u kthy dikush prej tyne? Po besoj që do të më kthye, nëse bën kapital, investojnë diçka, mund edhe më kthye. Po se ky fshat është shumë fshat i mirë. Fshat që thash edhe më përpara, domethënë ka pas gjithmonë gjallëri, gjithmonë aktivitete, edhe po domethënë i ngjason edhe një qyteze, domethënë. I ngjason një qyteze për arsye se ka numër të madh shtëpive, ka sipërfaqe të mëdha. Madje mund të them edhe me sipërfaqe ndoshta ja ka lënë edhe komunës Lipjanit. Nuk ka sipërfaqe sa Shala për shembull Lipjani, po supozoj vetë qyteti si qytet apo bën se ka një edhe ka ka më herë, sipërfaqen e ka shumë të madhe. Nëse dini më tregu emri Shalë si ka mbet, çka do të thonë origjina e emrit? Përpara ky fshat para viteve të 90-ta e ka pa është quajtur Sedlar. Sedlar do të thonë në gjuhën serbokroate Sedlar Shali bjen me u përkthyer, apo kupton? Po dihet që poshtuesi për shembull toponimet e emrat e vendbanimeve, i ka vendosur më thonë bazë të dëshirave veta, apo kupton? Se edhe fisi është popullata Shal. Tash ndodhem në një pjesë shumë të bukur të fshatit, mundem me thonë në qendër të fshatit. A ne spjegon pa ku ndodhem, çka është kjo, edhe pse po e lexoj sheshi. Na këtu ndodhemi në mes të fshatit Shal, dhe me thonë këtu është qendra e fshatit Shal, edhe ndodhemi pranë sheshit të Rambujes, edhe filogjenia e këtij emri, dhe me thonë Rambuje, është për arsye se gjatë luftës së qëllimtarëve të Kosovës, ushtrisë qëllimtare të Kosovës, delegacioni i ushtrisë qëllimtare të Kosovës për herë të parë prej këtij ushtit ka filluar me u nis për në Rambuje.
Dhe me thonë, këtu në mënyrë shumë të mirë, ushtria qërimtare e ka përcjell edhe popullata. Tash ndodhemi edhe pranë lapidarit Banush Hoxha dhe Ibrahim Hoxha, kanë qenë babë e birë. Po du me ndalë për këta dy kolos të vendit, a ka shkru dikush ndonjë vargje, ndonjë libër, a ka diçka të botume për ta? Po, une ju mundue që kontributin e tyre ta paraqes me disa vargje. Edhe e kam titulluar Statuja në Shal. Mundesh me na i thonë? Po, rëzbjeshkëve të larta me lumin dredharak e shtëpi të bukura e rritë shtatin fshati jenë. Në mes të fshatit, ura mbi lum e dyqane shumë. Përballë tempullit, mulliri me ujë, me tutje që ndrojnë dy trima mbi një statuj. Trimat që e dënin, aq shumë lirin, nuk i lejonin të fluturonin mbi Dardanin. Natë skëter, muaj nëntor, fryen të furishëm, bien të burë. Por trimat lehtë nuk u dorëzuan, disa kërbëzin i eliminuan. Sot, trimat tanë, lapidari u ndriqën, kodrën, sheshen, zbukuran. Faleminderit. Ju lumt. Faleminderit. Faleminderit shumë, respekt, çdo të mirë. Qysh po kalonin fshatin Shal? Po e mirë, valla, mirë. Fshati Shal është fshat me emën. Me emër, edhe me emër të madh, Me emër të madh. Edhe në fshatin Shal njerëz janë shumë komunikativ, ndoshën mes veti, nuk kanë probleme. Njerëzit janë shumë të respektuar dhe të kulturuar. E keni po besoj nga te partë, jo që ja u kanë përcjell. Po ju sa po arrini tash me e përcjell tek brezat e ri. Po dhe nëna ato mundësi tona Po mundohemi. Shumë mirë, ju lumt. Unë veç fjalë të mira kam për se si Lipjonin. Njerëzit janë shumë të kulturuar edhe mikprit sa jeni shumë. Mundohemi në ato mundësi tona. Inshallah shtohen njerëzit si ju edhe s'po di çfarë më thon. Çka ju dallon prej fshatrave të tjera? Për nga struktura, ndërtimi i fshatit. Kemi ndërtimi i fshatit, kemi zyrën e vendit, kemi shkollën fillore, shkollën e mesme, kemi ambulantën që punon me 2 ndrrime. 24 punona? A veç me 2 ndrrime kështë paradite? Masdite. Po. Shumë mirë. Mendova mos punon 24 shtat. Është numri i madh i stafit aty sa mundën me kon? Po, ka mjek, ka mjeku paradite, masdite, është stomatologu, është vakcinimi, motrat, kështu që punojnë. Super. Për fshatin kush ka kontribuar ndërtimin e fshatit? Komuna edhe Mërgata, po të fshja pa. Mërgata më shumë. Ju banor që jeni brenda fshatit me çka po mirëni, çka po punoni, çka po bëni? Na po munohemi me tona. Ato t'ju, me çka po punoni? Për shembull me mulli kush po mirret? Djali Axhës punon këtu. Djali Axhës punon. Apo ka interesim? Pa ka interesim, po Ma dopt. Për shembull brenda ditës që shkojnë këtu me thasa, këtu qysh bjen kërkesat. Se ish aty ju pyet sa thas brenda ditës arrini mi përfundu? Pa nëse ka arrin deta 6-7 thas mi përfundu, po nëse ka thas. Sa kushton një thas? Nuk e di çmimin sa. Nuk e di çmimin. Uj ka mjaftueshëm gjatë gjithë kohës. Verës. S'ma thot. Ja, verës nuk ka. Po thotë. Për para ka pas, po tash nuk ka. Tash është s'po ka reshje, nuk ka ujë. Pjesa shumë e bukur ku ndodhemi këtu. Tash këto çka po i shohim bjeshk, janë kështu, si janë. Nuk i shfrytëzoni a diçka? Pa i shfrytëzon ka pak. Për shembull, me ndërtu diçka me kalu kohën e lirë atje. Se keni mendu? Jo. Që keni lëkshtë për zbukurim, shumë mirë. Faleminderit shumë. Miqtë mi, po e vazhdojmë pjesën e mbetur. Faleminderit banorëve të mrekullueshëm.
Andi, knej, ndodhemi pra në një pjesë shumë të bukur të këtij fshati. Nuk e di sa po arrini me i pa përmes ekranit, por që live, unë që ndodhe momentalisht këtë, është fantastike. Shifeni, bukuri që i ka ky fshat, uji i cili rrjedh vjen nga burimet e ftohta të Sholës, pra gryka e Sholës. Një fshat me resurse natyrore, një fshat me bukuri perallore, po e them, me të vërtet ka shumë bukuri të veçanta, fshati Shol. Mullimo, shumë vjeqar do të me konë me pa tjetër, sa vjeqar nuk e di, nuk e kam asken këtë pranqe, me pyet me nga tregu, po besoj për mulli sot kemi fol mjaftushëm, pra një fshat i cili ka ende ekzistojnë pra mulli, është fshati Shol. Po më pëlqen edhe ndërtimi, si mi qujt me gur, me gur, tjegulla, qeremide. Po shkojmë kështu rreth e qark, veç të kopëm pomjet, nuk kam se qka me shtu ma shumë, pomjet e bukura flasin vet, unë po ju lo me pomje, s'po ju bezdisi ma shumë, kështu që, Andi, fokus. E si mund të përshëndetemi sot me fshatin Shala këtu në komunën e Lipjanit, me i lanë gjithë këtë bukuri. Shtego, Shaqer Hoxha, pra banorët më kanë tregu që në shenjë respekti për dëshmorën Shaqer Hoxha, e bojnë ritualin e ecjes, pra në shenjë respekti banorët ecin tash çdo dita, çdo java, varësisht se edhe kur e kanë kohën e lirë. Po shkoj me shtemi edhe tek pjesa ku jem të e pa një shtepi apo kull, po afrohemi, se nuk jem të e vrejt sakt se qka është. Aha, shtepi. Po afrohemi edhe po hym brenda, nga këtu jem të e pa një lapidar. Gjithandej lapidar, pra një fshat, një vend që i ka dhonë shumë Kosovës. Hajde po afrohemi, sa pomje të bukura që ka ky vend. Po besoj kjo është edhe për turist. Është një vend i cili vizitohet nga gjithandej fshatrat, qytetet e Kosovës. Me të vërtet, ja vlen me vizitu, shifeni qëfar bukurie, që ta qetëson trunin. Ju tash me dini, unë e ku do që ndëgjej bubullimat e ujtë, nuk mundem pa ndal pak edhe me qetësu këta kryten. Sa e bukur kjo pjesa, ajtojnë homor që tia, që shitojnë. E di që kur im kone vogël të dojtë e mbojshin misrin, kështu e kum po, hambar. Shumë e bukur kjo pjesa, me bon një iftar në qëtë pjesë. Me pas dit mi morë të sene me veti. A mune mërë e këtë me mbojt iftarin, marë për qefin i ditë? Shefe nisa bukur. Atëherë, po e lexojmë, nuk po arri edhe aq mirë, nuk po arri me lexu. Këtë monument e ngrisim në shenjë nderimi dhe respekti për baben e rënë në këtë vend me 28 gusht të vitit 98, Vehbi Met Shamolli, Lavdi. Po thot, a jemi në fund, a e përfunduam.
Po si me përfundu, unë kisha qëndru gjatë gjithë ditës sot këtu, e sheni sa ambjenti i bukur, e sheni more sa bukurin natyrore që ka Kosova. Por këtu mdot me u përshëndet me juve miqt e mi. Para se me u përshëndet, unë po du me i falendëru banorët e mrekullueshëm sot të fshatit Shal e Lipjanit, të cilët na e kanë perfekcionu ditën dhe emisionin. Nga këto, ju falenderoj edhe juve që qëndruat për gjatë këtyre minutave sot me neve. Takohemi në fshatin e Radhës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!